Jam Lunxhot nga Lunxhuria e Gjirokastrës, më thon Kosaj Deçka nga fshati Arind. Kam timin, domethënë admirimin e madh që jam nga i fshat, që është fshat me tradita, nga Lunxhuria. Kam 12 vjet në Athinë. Edhe jam edhe një përfaqësues i Lunxhurisë, aktivist. Këtu në Athinë. Sa se jemi mbledhur sot? Sot neve këtu jemi mbledhur, domethënë festojmë si çdo vit, kupton? Festën e Lunxhurisë. E kemi tradhës, e kemi traditë këtë punë. Lëvizin muajt. E kemi një herë domethënë në vit që bëjmë këtë punë. Jemi shumë të gëzuar që mblidhemi ne Lunxhotët në këtë drek. Këto tradita do ja pasoni edhe brezitri. Këto patjetër, prandaj jo pa qëllim i bëjmë këto, marrim edhe rinjën me vete që të mësojnë traditat tona të Lunxhurisë edhe të gjitha krahinave të Shqipërisë. Mund të më thuash, është e vështirë të marrësh një intervistë Brezdineri, përse e ngurojnë që s'japin intervistë? Tash këtë se njëra më thotë nuk di mirë shqip, njëra më thotë në likat, domethënë kjo më duket se është një met, për shkak që akoma domethënë jo vetëm në fshatin ndoshta asociatat e Brezdinit dëgjoj tash tek neve Lunxhot nuk di, unë nuk kam parë, po ndoshta këte e kanë edhe si modesti tonë që nuk dim domethënë që të shprehen shqip, por neve brezit ton edhe fëmijët tan, jo më fëmijët tan, po edhe nipret edhe stërnipret tan i mësojmë gjuhën shqipe fillimisht. Të mësojnë shqipen, që të mos ndrohen, që të thonë 5 fjalë shqip këtu në Athinë në Greqi. Mesazh juaj për dhe çfarë juron ju kanali televizionit Apollon të Firit? Neve mirëbashkohemi me të gjitha kanalet e Shqipërisë, me të gjitha rrethet, me të gjitha qytetet, edhe ju jemi mirënjohës. Televizionit Fierit, që ka ardhur sot, ka marrë mundimin në këtë drekën tonë të Lunxhurisë, ka ardhur edhe gjithmonë kështu të bëjnë, jemi mirënjohës, bashkohemi me gjitha, jo vetëm me rrethin e Fierit, me gjitha rrethet e Shqipërisë. Çfarë ju urojnë gjithë emigrantët shqiptar këto gjë? Ju urojmë jetë, lumturi, gëzime dhe are, edhe shëndet në radhë parë. Shëndeti thonë që kemi ardhur në kurbet e të bëjmë para, lere paran. Kemi 15 vjet këtu. Unë, si person e si familje, kam 15 vjet këtu. Nuk kam rëndë gjë. Vim, jetojmë, kemi ikur andja. Si e mendon të ardhmen tënde, a do kthesh në Shqipëri? Mosha time thotë se po. Mosha time thotë se po. Po për Brezdineri? Brezdineri tash nuk e dim. Unë me gjithë baxhin që thomin nga Gjirokastra, mendjen e kemi atje. Ju falemnderi shumë për që prononcuat pranë televizionit Apollon të Firit këtu në migracion, në këtë drek kaq të gëzueshme dhe atmosferë shumë të këndshme. Rofshi, falemnderi shumë me që mu dha rasti, Përshëndetjet tuaja që më dalin, që dola në ekran nga juve. Falemnderi shumë. Edhe ju uroj të gjithë shqiptarëve ku janë jetë, gëzime dhe lumturi edhe shëndet.
edhe të mos harrojnë vendin e tyre Shqipërinë. Jam Rudina Foti, jam në Gjirokastra, jam mbledhur sot në festën e Lunxherisë, kalojmë shumë bukur, hodhëm valle, përshëndes gjithë rinin, gjithë bashkëdhetarët e mi, ju uroj që të vinë herë tjetër të kalojnë shumë bukur, përshëndes prindrit e mi në Gjirokastra, babin, mamin, dy vëllezërit e mi që janë në Itali, mbesat me gjithë nyset e tyre, ju puth në Athina, Rudina Foti. Po, çaj ju uron televizionit Apollon të Fierit, të cilët të intereson si ty për të parë? Ju uroj gjithë të mirat. Shpresoj që si kjo ditë të bëhen ahera. Unë jam Spiro Gjavara edhe jam këtu në emigracion prej shumë vitesh, gati 14 vjetë, por duke qenë se jemi të lidhur me shoqatën tonë, e cila rrjet që nga Shqipëria, e quhet Lunxheria, e cila shtrihet në 20 fshatrat e krahinës së Lunxherisë, e ndjejmë veten paka shumë si në dheun tonë. Sot pikërisht jemi mbledhur në një drek familjare, ose si që e quajmë ne këtu festën tonë të Lunxherisë, me gjithë lungjotët që gjenden në Athinë apo në periferit rreth Athinës. Kemi shumë orë që këtu, vlerat janë shumë të mëdha, sepse jo vetëm që mbështetemi te traditat tona, te zakonet tona, te këngët tona, të cilat i ruajmë me shumë fanatizëm, jo vetëm këtu në Greqi, në emigracion afër Shqipërisë, por me siguri që lungjotët këto tradita, këto zakone i ruajnë edhe në fund të botës të ven. Vlerat më të mëdha pra dështosha janë ato që takohemi me njëri tjetrin në kuadrin e gjithë këtyre problemeve që ka emigracioni shqiptar këtu në Greqi. Është një kënaqësi, është një satisfaksion i madh që takohemi me njëri tjetrin pas shumë kohe. Ne tradicionalisht këto festa i organizojmë gati një herë në vit. Dhe njerëzit janë jo vetëm shumë të kënaqur, shumë të emocionuar, po s'disi të na falënderojnë sepse i mundësojmë takimin me njëri tjetrin, të cilën nuk e realizon dot vetë. Shoqata Lunxheria këtu në Athinë ka aktivitet gati të konsiderueshëm, sepse jo vetëm që bëhen shumë takime, por këtu vjen edhe Gazeta Lunxheria, domethënë që mbajmë një kontakt të vazhdueshëm me Shqipërinë, sepse Gazeta Lunxheria botohet në Tiranë,
mbajmë kontakte të vazhdueshme me krahinën tonë dhe do të thosha me shumë kënaqësi që shumë nga ne lunxhot këtu kanë filluar të japin kontributin në krahinë, në fshatrat tanë. Do të përmendja këtu veçanërisht dy persona shumë të rëndësishëm, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh. Për shembull, është Thoma Binjaku, i cili investoi rrugën e fshatit Qestorat, ndërsa tjetri Anesti Zhidro, gjithashtu nga fshati Qestorat, ndërtoi do të thoshja kishën e Shëngjergjit. Pra, kanë filluar kontributet e emigrantëve shqiptar në fshatrat tanë, në vendin tonë të lindjes. I uroj gjithë sukseset kanalit Apollon të Fierit. Me shumë kënaqësi do të bashkëpunoj me këtë kanal kaq të suksesshëm dhe suksese. Më quajnë Pedro Qurku, jam nga Lungjeria, jam emigrant në Greqi. Falenderoj kameramanin që më dha mundësinë të përshëndet nëpërmjet kanalit Apollon popullin e Fierit në emër të emigrantëve lunxhot këtu në Greqi. Shoqata jonë Lungjeria mundohet që të ruajë të freskëta traditat e kësaj krahine, të popullit shqiptar, të vendit tonë, dashurinë për vendin tonë dhe këto t'u dedikojmë dhe fëmijëve tanë që rriten këtu në Greqi, mos i harrojnë këto tradita. Njëkohësisht kam rastin që nëpërmjet këtij kanali të përshëndet aty në Fier të gjithë lunxhotët që jetojnë dhe banojnë dhe punojnë në Fier dhe kanë dhënë një kontribut të madh dhe midis tyre njeriu tim, kushëririn tim, Margo Veshka, që është qytetar nderi i qytetit të Fierit dhe Mina Pulerin nga fshati im. Njëkohësisht gjithë lunxhotët janë në Vlorë dhe kudo që jetojnë. Edhe një herë ju uroj shëndet, suksese dhe gjithë të mirat në emër të emigrantëve lunxhotë. Πλατεία στο Βολόι, περιμένω να κάνεις η πυρώτησα περάτα για πηγανίστες. Δεν μαστώ, άλλο να σε κατερώ, άλλο να σε κατερώ, δεν μαστώ.